Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falendrojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, i motra të nderuara me të cilave Allah i ka nderuar me iman dhe me islam. Përkushtojeni Allahut të madhruar në këtë Ramazan me shumë se sa muajve të tjerë. Ju motra të nderuara, mos bëni viktim e shoqeve të juaja të cilat nuk ja din vlerën ibadeteve, farzeve të Allahut, të cilat nuk ja din vlerën këtij muaji Ramazan, nuk din me dalluar Ramazanin prej muajve të tjerë. Andaj veproni njëjtë në Ramazan, t'ju veproni jashtë Ramazanit. Dalin të zhveshurat në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Nuk e ka hije muslimanës, nuk e ka të lejuar muslimania cila beson Allahun hak, cila beson ditën e gjykimit hak, me ju dok pej trupit të saj asgjë përpas fytyrës së saj dhe shëplakave të duarve, as në Ramazan e as jashtë Ramazanit. Ju motra të nderuara, keni nevojë shumë për t'i përkushtuar Allahut këtë muaj të bekuar, për të adhuruar dhe madhruar Allahun azza wa jall, sepse gjenia femërore, siç ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salam, Allahu na rujt me qenë një prej tyre, por ju në me afër xhehenamit. Allahu na rujt. E ne jemi duke jetuar në atë zaman, në atë kohë ku shumicën e femrave që po i shohim, po e dim se janë prej xhehenamlive, prej banorëve të xhehenamit, nga vesha e tyre, nga haramet e shumta të cilat janë duke i bërë. Po motra, Ramazan është Ramazan. Ibadet është ibadet. Punoni këtë Ramazan, lexoni Kur'an në Ramazan, bëni istighfar në Ramazan, japni sadaka në Ramazan, shtroni iftare muslimanëve në Ramazan, kërkoni shpërblim të Zotit për mundin që bën në Ramazan. Për durve t'juve hajnë gratë, hajnë burrat, hajnë fëmija, hajnë pleqt, hajnë antarët e familjes, hajnë mësafirt. Mos për të. Mos për të japin njerëzve me hangër bop, por kërka të Zotit shpërblim. Mos e bë punën për faqe sy, për sy e faqe. Mos e bë punën për me të lavdru njerëzit, mos e bë punën për me përmendë njerëzit, por bënë punën edhe mundin për Allah, për me përmendur të Zotit, për me qenë mirë të Allahu azza wa jall. T'jetojmë për Allah. T'jetojmë për Allah, dhe shka thonë Allahu, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Thuaj se jeta jam e krejt, pa dhe namazet dhe zeqati dhe agjerimi, po edhe kurbanit dhe të tjerat, krejt janë për Allahun azza wa jall. Edhe Ramazani, edhe iftari, edhe adhurime tjera që i bojmë, edhe këta bukë që ashtrojmë, mësafirve dhe antarë familjes, e bojmë për Allah, te bareke wa ta'ala, dhe japni sadaka dhe bëni istighfar, ndoshta Allahu pranon dhe ju fal dhe ju spastron nga xhenar dhe mëkatet dhe nesër nga xhehenami ju shpëton. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد.
شكور أحلى القوافي والنشيد